Atëhere, në Shpar, ka ndodhur, ore ky filloj pa filluar numërimi, i rëmbeu, një djalë i ri, që premton shumë, të mbushi 3 ose 4 karroca, të shohim, edhe kthesën e merr me vështirësi nga, me njërën karrocë shtyn tjetrën, ja ku mori televizorin, e vuri në karrocën, nuk e mba, atë se humbi ca sekonda, bukur, një karrocë e bushi dhe e lak, jemi në qerek të rrugës, me vrap po shkon ku, unë të isha do kësha ndaluar këtë djatrat. Dhe shi shtypi njerëzit, sigurisht, ja, mere more qumshtin Granarolo. Djathi, si kur ta dja, papar, nuk e di pse e dija që këtë djalë ishte i mënqur, dhe do merte të gjitha djatrat, të keqen e Parmigianos, bravo, produktet e freskta, i mori, të lumt, duhet të shkoj të ha një mëngjes në familjen. Nuk e di se si kanë bjemrin, shkon, po merr me vrap të tjerat, mikrofonin ndërkohë i ka ikur, jo, po i tundet. Bukur, ja ku merr edhe Arielin, po nuk mund të mungoj dhe detergjenti më i mirë që ekziston. Bravo, i kanë betur dhe 13 sekonda, merr dhe detergjent, djathin e mori, e bëri lëmsh gjithë supermarketit, në fakt është hipermarketi Shpar, dhe 4 sekonda merr dhe doj që tjetër shpejt, kujdes, hopa, e mori dhe një që, e mori. Fantastik, të shohim. 4 karroca, thash, të shohim se sa ka fituar. 1.800.000 lekat! Në qyteti i Krujës, Xhaxhaj fitoi 250.000 lekë të vjetra dhe 100 sekonda në Shpar. Lojën e bëra unë dhe thyva rekord mbi 1.7 milion lekë të vjetra. Faleminderit Elebingo. Fantastike, edhe ti një si kyt të çosh të vra.